Këngëtarja e njohur nga Kosova, Albina Kelmendi, e cila prej vitesh ka fituar zemrat e publikut me zërin dhe energjinë e saj të veçantë, është bërë sërish pjesë e diskutimeve në rrjetet sociale pas një reagimi të papritur dhe mjaft simpatik gjatë një sesioni pyetje-përgjigje që zhvilloi me ndjekësit në Instagram. Gjatë këtij sesioni ku Albina tregoi anën e saj të afërt dhe të sinqertë me fansat, një ndjekës i shkroi një pyetje që u dallua menjëherë për përmbajtjen emocionale. Ai rrëfeu se ishte ndarë nga bashkëshortja e tij para 3 vite, por se ende e ndjente mungesën e saj dhe pyeti këngëtaren nëse duhet i shkruante sërish me shpresën për një pajtim të mundshëm. Reagimi i Albinës nuk vonoi dhe siç ndodh shpesh me të, u shoqërua me humorin e saj karakteristik dhe një dozë sinqeriteti që e bën të dashur për publikun. Ajo ju përgjigj ndjekësit me një shprehje spontane e plot jetë, u qyqe e çka po pret, një reagim që menjëherë u bë viral dhe u shpërnda në rrjetet sociale, duke marrë komente të shumta pozitive nga fansat dhe ndjekësit.